Duke menduar ftohtë, Zoti Veli, kryetari në detyrë i Bashkisë së Tiranës, ka të gjithë tagrin për ta ankimuar shkarkimin e tij. E para sepse është një radhë procedurash e cila duhet njëqet dhe ju e dini duhet të ketë një vendim të formës së prerë dhe pastaj të merret vendimi që u mor në fakt nga kryeministri mbas kërkesës diktuar të këshilltarëve socialistë. Problemi është pak, mendoj më i thellë, pjesa e mungesës së ligjit tek ne, pjesa e respektit të ligjit me ne dhe prezumimi i pafajësisë. Zoti Veliaj ka përpara një det për të kaluar. Ky është deti i akuzave që ka mbi kurisë. Përsëri, e parë ftohtë, dalja e akuzave të tilla në publik dhe gjyqi publik që është bërë, është jashtëzakonisht i rëndë. Dhe ne për shkak që kemi trashëgiminë komuniste, e kuptojmë shumë mirë që gjyqet i kanë paraprirë vendimeve. Dhe Zoti Velia gjendet përpara kësaj. Është apo jo fajtor, nuk di të them. Por mënyra se si është përballur e shoqja e tij, akuzat që janë ngritur ndaj bashkëshortes së tij, mënyra se si disa bashkëpunëtorë të saj kanë folur hapur, tregojnë që gjendja e Zotit Velia është e rëndë. Megjithatë, një shtet funksional duhet të ndjekë procedurat ligjore. Demokracia është procedurë. Ligji tregon në një farë mënyrë se si është ngrihinë e një shteti. Për fatin e keq, në rastin e Zotit Velia, ka treguar që nuk funksionon.